Muzika shkodrane ka humbur një prej figurave të saj të çmuara, Agjim Mollën, një emër që lidhet ngushtë me tingujt e ahengut të vjetër, me emocionet që përcileshin në çdo këngë dhe me kujtimet që ai ka lënë pas në zemrat e mijëra njerëzve. Në kryeqendrën e Veriut, ai njihej si një nga këngëtarët e fundit të ahengut shkodran, duke u konsideruar jo vetëm si interpretues, por si një mbrojtës i përkushtuar i një tradite të lashtë, që për shumë kënd përbën identitetin e Shkodrës dhe gjithë kulturës shqiptare. Zëri i tij ishte i veçantë, plot ngjyra, me një forcë të brendshme që e bënte të mos harrohej kur nga ata që kishin fatin ta dëgjonin qoftë edhe një herë. Për lajmin e trisht të ndarjes nga jeta të Agim Mollës ka reaguar edhe kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beqi, i cili shprehu ngushëllime të sinqerta për familjen, të afërmit dhe gjithë kolegët e tij muzikantë. Ai e quajti Mollën një simbol të ahengut shkodran, një figurë që përmes këngës e kishte bërë këtë qytet më të gjallë e më të pasur shpirtërisht. U shua simboli i ahengut shkodran. Me interpretimin e tij të veçantë, Agjim Molla u bë pjesë e gëzimeve të shumë familjeve shkodrane, duke mbetur në kujtesë si ashiku i muzikës son tradicionale, shkruan Beqi në mesazhin e tij preks. Ky reagim paskyron jo vetëm vlerësimin e një institucioni, por edhe dhimbjen e një qyteti që e kishte Agjimin pjesë të jetës së vet kulturore. Burimet të afërta bëjnë me dije se Agjim Molla ka mbyllur syt për gjithmonë mbrëmjen e djeshme, në spitalin e Shkodrës, aty ku ndodhej i shtruar prej disa ditësh në gjendje të rëndë. Lajmi i ikjes së tij u përhap me shpejtësi, duke sjellë trishtim jo vetëm te familja dhe miqtë e tij, por edhe te qindra njerëz që e njihnin nga afër dhe mijëra të tjerë që e kishin dëgjuar në përdasma, festa dhe ngjarje të ndryshme kulturore. Molla nuk ishte një këngëtar i zakonshëm. Ai ishte pjesë e kujtimeve më të bukura familjare të shkodranëve, një zë që u bë shoqërues i pandashëm i gëzimeve dhe i momenteve të paharrueshme. Agim Molla mbetet një zë i rallë dhe një shpirt i gjallë i muzikës popullore shkodrane, një artist që kishte aftësinë të jepte jetë çdo këngë që interpretonte. Ai do të kujtohet për herë si ashiku që me pasionin e tij kishte marrë pjesë në qindra gëzime, duke u ambushur mjediset familjare me hare, dashuri dhe emocione të pastërta. Zëri i tij nuk ishte thjesht muzikë, por një lidhje e fortë me rrënjët, me kujtesën dhe me historinë e një qyteti që gjithmonë e ka dashur artin. Për shumë shkodran, ai ishte më shumë se sa një interpretues. Ishte një pjesë e shpirtit të qytetit. Ikja e tij krijon një boshllëk të madh në botën e muzikës dhe në jetën e shumë familjeve që e patën pranë. Megjithatë, pas tij mbeten gjurmët e arta të një trashëgjimie të pashlyeshme, të një kontributi që nuk do të harrohet kurrë. Agim Molla ishte dhe do të mbetet një rojtar i denj i folklorit, një mbrojtës i këngës së vjetër shkodrane, një pasuri që me zërin, shpirtin dhe dashurinë e tij për traditën pasuroi gjithë kombin. Kujtimi i tij do të mbetet i gjallë jo vetëm në Shkodër, por kudo ku tingujt e muzikës së tij kanë mbërritur, duke dëshmuar se arti i vërtet nuk shuhet kurrë, por jeton përmes brezave.